Kontrollet e shtuara ndaj ndozëve më të mëdhenj të ajrit, mbrojtja e urave të pishëm dhe tokës pjellore, mbjellja e bimësisë në zona të gjelbra si dhe ndërtimi i sistemeve të ujësjellësve dhe kanalizimeve ishin në fokusin e Ministrisë së Ekologjisë në vitin e parë të qeverisjes. Kreu i këtij resori Izet Mexhiti tha se ndërtimi i qendrave rajonale për menaxhim të mbetjeve me mbështetjen financiare në vlerë prej 55 milion eurove nga Banka Europiane për ndërtim dhe zhvillim, përfshin ndërtimin e deponive sanitare, stacioneve të transferimit, pikave të gjelbra dhe impianteve për kompostim. Sistemin e monitorimit të cilësisë së ajrit janë përforcuar me mbështetje nga IPA dhe projektet e binjakëzimit. Janë vendosur kontrolle më të rrepta ndaj kapaciteteve industriale me lejet e integruar ekologjike dhe janë krijuar plane lokale për menaxhimin e ndotjes. Për të garantuar transparencë dhe efikasitet institucional, është forcuar Inspektorati për Mjedis Jetësor dhe janë përmirësuar mekanizmat për ndjekjen e indikatoreve kyç. Në Manastir ka filluar ndërtimi i stacionit të ri të pastrimit të ujrave të zeza, ndërsa në Tetov, Veles, Shtip, Vinis dhe Koçan janë në zhvillim procedura tenderuese për ndërtim dhe rehabilitim të sistemeve ekzistuese, tregoi ministri Mexhiti. Më tej shtoi se në vitin e parë të kësaj qeverie nisi edhe zbatimi i projektit të ujësjelljes dhe kanalizimeve në 80 komuna të vendit, me mbështetje financiare prej 50 milion eurosh nga Banka Europiane për investim. Paralelisht u miratua për herë të parë plani për ajër të pastër 2024-2030, dokumenti i cili përcakton objektiva të qarta dhe masa konkrete për përmirësimin e cilësisë së ajrit, me mbështetje financiare prej 10 milion eurosh nga Bashkimi Evropian. Procesi për miratimin e ligjit të ri për ajrin është në zhvillim me synim harmonizimin e plotë me direktivat europiane. Projektet e tjera që i theksoi ishin mbrojtja e biodiversitetit përmes zgjerimit të territorit të mbrojtur nga 11.5% në 13.9%, shpallja e parkut kombëtar i Malit Sharr, përfundimi i dokumenteve për shpalljen e Jabllanicës dhe rivlerësimi i parkut të Mavrovës. U përmend po ashtu edhe programi zviceran për mbrojtjen e urave nëntoksore në pellgun e Vardarit në vlerë prej 4.6 milion frangave zvicerane, që zgjat deri në vitin 2027 dhe përfshin plane menaxhimi dhe projekte pilot të rëndësishme.